Prandaj kur s'ka demokraci, nuk ka as ligjor, nuk ka as liri e drejta e njeriut. Evropa hesht. E thot, ky ka plotësuar kushtet thot për në Evropë. Çfarë kushtesh ka plotësuar? Çfarë kushtesh ka plotësuar? Ky thot tash do ta zhvillojmë vendin thot me turizmin. Ky është një gjë, ku diun, edhe Evropa s'ndihet. Po si ta filloj turizmi, kur turizmi vetëm kamarier kuzhinier ka dhe 3 mujorësh të neve. Në një nivel mjaran, nuk krahasohemi ne me Kroacinë, me as me Malezio, dhe me Greqinë e këto tjerat. Po mirë, si se zangoj njëri, ky jo, nëse ky bojaxhisht, si se zë njëri, ne kemi gjithë pasuri kombëtare, që duhet shfrytëzohen me cikët plot, të thithen investimet e huaja. Tjetër, të thithen investimet e huaja në industri, që të punësojnë gjitha studentë që marrojnë shkollat e larta. Ku do vjen këta? Do ikin, se inxhinieri do punojnë shitës, apo kamarier, apo kuzhinier. Pra këto janë gjëra, intelektualët s'flasin, media nuk flet, merren me turrin lloj-lloj, si është rritja e qenve, si është mjedhja e domateve, si do bëjmë ato plazhet, zhezdonjët, u vra ky, u plagos ky. Po mirë, këto janë hallet kryesore të popullit. Ato gjërat ditore të përditshme. Është bërë spagu, sigur ne jemi republikë ushtarake. Spagu. Po shtet, s'kemi ne? Ky thot unë mbështet demokracinë, atë drejtësinë. S'është e vërtet se e mbështet demokracinë Edi Rama. Edi Rama e kundërshton demokracinë, e lufton. Po si? Jo me këtë që thon këta analistët e famshëm. Ai gjykatat, se unë jam vetë se doj viktim e gjykatat, e kësaj drejtësisë që thot ky, e institucionet të tija. Gjykatat, sidomos ajo administrative, është e mbushur me mira, me 10 mira dosje që nuk zgjidhen se janë unë kam 18 vjet për shembull, nuk kam zgjidhur akoma pensionin akoma. A e kupton? Tani, të gjitha institucionet, që ka kryeministria, deri te bashkia, kanë drejtori juridike, kanë zyra ankesash, kanë drejtori të marrëdhënieve me publikun, të komunikimit me qytetarët, të konsumatorët, gjithë të drejtori, ke avokatën e popullit, asnjë nuk funksionon. Pra të gjithë drejtojnë gjykatës. Ku është ky shteti? Mbështet demokracinë, po e kundërvjet demokracisë, se e kanë mbushur ato gjykatat i kanë mbushur me ankesat të dorës 2 që duhet i zitë shteti. Edhe kulmi fare, ky e deklaroi vetë edhe porta heshti, asnjë gërm nuk ka folur, kur tha në programin Shqipëria 2030, që neve tha nuk i denoncojmë të korruptorit në prokurori. Çfarë duhet thot më një kryeministër më hapur se kaq, që thot unë jam nxitësi dhe mbrojtësi i korruptorëve, që spagu ta hetoj e ta arrestoj. Po të paktën bota pse s'flet. Pra ky është ai që s'rrit pensionet, që nuk pyet fare, ndash protestat bëjmë ne, ndash takohemi ne, ndash vdesim te shkallët e kryeministrisë. Ky është shtet i pamjeshëm, sepse është shtet diktatorial. Bota hesht. Ja do bëjnë zgjedhje tani. Çfarë zgjedhje do bëjnë? Është për turpi i Zotit. Zgjedhjet kanë përfunduar, janë caktuar. 100 deputet do zgjedhen nga kryetarët e partive. Mbaroja punë, të tjerët rastisht janë. Pra këta do vendosin. Besnikët e partisë do vendosin çfarë do bëhen në të ardhmen. Zoti Dyshniku, çfarë kërkon të mbuloj apo justifikoj kryeministri Edi Rama me këtë lloj bonusi të dytë, siç e ka quajtur bonusi i pranverës pas atij të fundvitit të kaluar, duke qenë se situata është në këtë mënyrë siç po e përshkruani edhe ju? Shko ka rrugë të tjera, më logjike, më normale, më humane, se kjo tallja. Ne jemi të moshuar, jemi 80-90 vjeç me sëmundje. Sa kanë fëmijë jashtë, po sa dhe s'kanë fëmijë. Sa i kanë dhënë burgje fëmijët. Se ky s'ka evidencë. Ka të tjerë që nuk kanë as bashkëshortin, apo bashkëshorten, janë të vetmuar. Ka një pjesë që janë edhe me qera, po dihen të radhë se sa ka marrë qerat. Si mund ta propollojnë një pensionist me 80.000 lekë, me 100.000 lekë? Pra, këto bonuset, e thashun, këto janë karrem për të gënjur njerëzit, sa të fukarajnë e gënjen edhe me si punat e lypsit, me një dhjeçe të re e gënjen atë. Faleminderit thot ai. Apo kamarieri ku i lë të kafja netje. Populli, ç'është ky? Ti. Ore,
ky nuk e kupton ose këtë objektiv ka. Ky mas edhe këta të huajtë ndërkombëtarët. Ore, ti si mund të thuash rinis, hajdeni këtu ju ata që janë jashtë, apo rinis mos ikni. Kur këta të rinj që janë jashtë, që fëmijët tanë mo, nuk e shikojnë ata si trajtohet ky baba jon, ky gjyshja. Në sa niveli ka arritur? Si mund vi këtu ai kur shef që edhe unë kështu mund të përfundoj. Ja më kush do të jetë, dhe i kalama e kupton. Ua, të vi unë këtu do të ai, të përfundoj kështu, lypës. Kjo s'ka logjik. Ai thot hajde këtu, ai tallet më, ai kriminal. Si të thosh hajde ti? Ku do vi këtu ai, ai inxhinieri? Si do vi ai? Ata janë shkencëtar një pjesë. Ku do punojnë këtu? Kamarier? Ti s'ke më industri. Nuk e industri. Kjo është normale. Edhe ky smesh nga botën me këto. Unë i ditara, një bojaxhi është. Ç'a di ky më? Ky nuk dëgjon. Ti shikoj ka mbushur ministrit me ca kalamaj, me njerëz anonim që si njeh kush. Nuk është qeveria vendi ku promovohen për herë të parë ata njerëzit e rinj. Përjashton ai shkencëtar botëror që ai po dhe ai do një menaxhimin e shtetit nuk e di. Ai mund të ditë teorikisht ça gjëra mund të bëj shpike. Se erdhe këtu ajo Rudina Seseri nga Amerika. E dëgjoi këtë, hajde në Shqipëri dhe jep kontribut, ajo Durrësakja. Kandidoi, e doli vend të parë në Durrës, u bë deputete. Mas 6 muaj dha dorëheqjen. Po pse? Se pas se ky ishte kokë vete. Iku ajo atje, edhe sa iku atje u shpall femër, një nga 100 femrat më të suksesshme në fushën e inteligjencës artificiale në Amerikë. Ky një bojaxhi e përzuri. Pse do të vinë të tjerët? Pse do të vinë? Ky do të shporrë një kryeminist që as dëgjon, as merr këshilla, as dëgjon kritika, le akuza jo një. Ky s'është për të punë. E kam thënë unë dhe babata kisha temu do kisha përzan nga shtëpia. S'është ky për kryeminist, ky është fatkeqësia e popullit shqiptar. Sot për sot ky është njeriu më i rrezikshëm për fatet e të ardhmes së fëmijëve tanë. Prandaj në zgjedhjet ky duhet shporrur nga qeveria. Edhe fajtor unë bëj antarësinë e Partisë Socialiste. Ka shumë njerëz të shfuar, njerëz që i dhimbset popullit. Një kryeminist që të udhëheqë Shqipërinë duhet një njeri pak që të ketë cilësinë më të vlefshme, të i dhimbset popullit, le të jetë shkencëtar sa doje. Po si dhim popullit, ai ka marrë fund. I zgjuar mund të jesh ti, po je shejtan. Nuk je shërbim popullit. Si ai vajtëm ne 8 herë rresht atje me protesta, 5-600 me karroca, me padrica, pa pikën e dhimbsurisë. Ma një shembull, i kam thënë disa herë. Ky jo bonusi jo po. Ato të vitit 3 çaja do tjera. Ore valla, ka gjëra që janë më të thjeshta, e kam thënë vazhdimisht. Ore, hiq të vëshën pensionisti që merr 200 euro në muaj. Të gjithë faturat që do marrë, ka 200 euro ai që merr. Tani ky ushqime do marrë ky shket, edhe sa shërbime për shtëpi nuk do bëj biznes. Atëre të çdo muaj, mas çdo muaj ose në fund vitit, të gjithë to sasi e lekëve, 20% që të vëshës jepja ktheja atij pensionistit. Le ta paguaj tamam atje në supermarket. Ama në fund ja japi. I bie atij minimali që është 200 euro i bie që ti në fund vitit duhet i kthesh 450 euro.